Përshëndetje të gjithëve, jam Sergio nga agjencia Soma Marketing. Sot ndodhemi në rrugën Thoma Koxhaj dhe ndodhemi në këtë lagje për të provuar drek në një restorant meksikan shumë të veçantë, El Sabor de Mexico. Ndodhemi përpara hyrjes së restorantit. Siç mund të shihet, ka plot gatime të ndryshme me origjinë meksikane që paraqiten që në hyrje të tij. Këto gatime vijnë në lloje dhe varietete nga më të ndryshmet, qoftë pikante apo edhe më të ëmbla. Për të provuar më tej se çfarë ka restoranti për të ofruar, le të hyjmë brenda pa humbur kohë. Siç mund të shihet në gjithë menun, ka shumë gatime të ndryshme me origjinë meksikane që ofrohen në këtë restorant, dhe secila ka lloje dhe varietete nga më të ndryshme. Dhe për sot do zgjedhim të provojmë quesadillas cowboy. Porositë e restorantit bëhen nëpërmjet Woltit, dhe siç mund shikohet, është tashmë duke u kryer një porosi. Këto porosi përhapen kudo nëpër Tiranë dhe sigurojnë që ky ushqim meksikan të arrijë klientin e vet në çdo vend ku ndodhet. Porosia është tashmë gati. Zgjodha quesadilla cowboy pasi është një zgjedhje pikante që ofron këtë ushqim meksikane. Konkretisht konsiston me mish pule, fasule, erza pikante, djath pice dhe shoqërohet me salcë kosti dhe me salcë pikante. Tani le ta provojmë. Vjen të përmendet edhe që të nkop goxha, pavarësisht se mund të duken copsat e racioneve të vogla, të nkopin shumë shpejt, vetëm 2 ose 3 copa mjaftojnë që të jesh goxha i nkopur. Kjo e bën një vakt që ja vlen të përjetohet me një familje. Gatimi është vërtet goxha i veçantë. Në çdo kafshat që për ty mund t'i ndjej gjitha llojet e shijeve që ka. Sidomos pikante, erza pikante, edhe fasulet, edhe vet djathi dhe salca e kosit, të gjitha përfshihen në një gjë të vetme që jep çdo kafshate një përvojë goxha të veçantë. Është diçka që vërtet e ka bërë rrugën deri këtij vendi që t'jap leje. Tani që mbaruam së provuari ushqimin, mund të shohim edhe përdallë restorantit për të parë gjithë bukurimet estetike që ka për të ofruar, duke i dhënë vendit një pamje të vërtet meksikane. Detajet e vogla janë ato që e bëjnë ndryshimin, dhe këto detaje vërtet që e bëjnë të vend të duket goxha i veçantë, pavarësisht sa i vogël mund të jetë. Restoranti gjithashtu përfshin dhe oferta deri në 30% ulje deri në fund të këtij muaji. Duke patur parasysh cilësinë e ushqimit të këtij vendi, ofertë më të verdishme se kjo s'ke ku gjë. Nëse po kërkon gatimësor meksikan për një përvojë të veçantë dhe unike në Tiranë, El Sabor de Mexico është zgjedhja ideale për ju dhe për familjen tuaj.